Mirëmbrëma të gjithëve, për mënyrën se si po shkon fushata zgjedhore pra për zgjedhjet lokale të 21 qershorit, frymën që ka koalicioni opozitar, kam kënaqësinë të kem sonte të ftuar zotin Artur Roshi, kreun e ballit kombëtar demokrat. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Roshi, të paktën nga informacionet që disponojmë ne të medias, paraprake sigurisht, rezulton që nga një trajtim ose një shikim i figurës së kandidatëve për zgjedhjet e 21 qershorit nga prokurit e rrethave rezulton që brenda listave të kandidatëve për 61 bashkit, ndoshta nga të dyja kampet, si ai maxhorancës dhe ai opozitës, ka kandidat me rekorde kriminale. Pse dështoi politika shqiptare të çonte në hiç një debat i cili kërkoi dhe mori muaj të tërë, pasi e la opozitën jashtë parlamentit dhe edhe pse u finalizua me një marrëveshje, nuk arriti të ecte të shkonte përpara. Po kjo më shumë është përgjegjësi e qeverisë se sa e opozitës. Opozita me mundësitë që ka, ato që posedon, po tregon një vullnet politik për ta bërë një gjë të tillë dhe për t'i qëndruar korrekt iniciativës së saj të hershme për dekriminalizimin e gjithë sistemit politik. Shembulli ishte i ditëve të fundit të opozitës, besoj që ka që shkon tek si saj për informacionin që ka patur. Keni fjalën për tërheqjen e kandidatit kryesores, Gentian Muhameti? Po. Kështu që them që ndërsa maxhoranca, përveç se ka treguar me gjestet e saj, ka treguar të kundërtën, ka treguar një lloj kokëforcie, e ka neglizhuar, e ka parë me indiferentizëm, me mendjemadhësi në një mënyrë këtë iniciativë të opozitës. Besoj që faktori ndërkombëtar është ai që ushtron turistin, edhe mbase do të kemi një ligj mbas këtyre zgjedhjeve për ta definuar këtë, por se në çfarë mase, se si, me kjo vlen për tu parë edhe gjithmonë ajo është produkti i vullneteve politike. Mbasi njëri krah dihet vullneti politik i opozitës, i maxhorancës ende nuk dihet se në çfarë mase është. Pra, ju po thoni që edhe nëse do të rezultojnë që nga ky informacion që do të disponojë prokurori i përgjithshëm, do të ketë kandidatë edhe nga kampi opozitar me rekorde kriminale, për këtë e ka fajin maxhoranca? Jo. Opozita është e gatshme sepse e tregoi që është e gatshme edhe pa i ardhur nga prokuroria. Kështu që nuk përbën problem opozita këtu, përbën problem maxhoranca që mund ta devijoj edhe informacionin e prokurorit përgjithshëm, se informacioni i prokurorit përgjithshëm në një farë mënyrë nuk është i kushtëzuar në bazën e një formati ligjor, por është thjesht një informacion që të vjen dhe mund ta marrësh dhe ta veprosh kështu për moralin publik edhe politikisht. Kështu që, por në këtë kontekst kam idenë që nuk do të ketë vullnet të qeveria, do të presit marrën zgjedhjet edhe mbas zgjedhjeve ndoshta do mundohet bileta të dështoj ose ta minimizoj atë shkallën e pastrimit, si thua, të sistemit politik nëpërmjet një ligji të formatuar sipas standardeve. Ky nuk është se ka vende të botës që e kanë të fortë, ka që e kanë relativisht sepse sipas problemeve që kanë patur. Por duhet të thënë kjo që politikën shqiptare, për hir të së vërtetës, nuk është se kemi një demokraci të reale dhe të vërtet. Kemi demokraci të kontrolluar deri diku, dhe si e tillë, duke qenë që partitë e mëdha kontrollojnë dhe paratë më të mëdha në tregun ekonomik të vendit për shkak të politikës, dhe kjo vjen si rrjedhoj ose derivat i kontrollit politik, do të thotë që kemi dekriminalizimin e gjithë sistemit politik, dhe unë nuk besoj shumë në dekriminalizimin e plot të tij, por gjithsesi shpresoj që të hidhen hapa drejt tij. Zoti Roshi, në Kërcyr, për cilën folën pra për tërheqjen që bëri Partia Demokratike, duke i çuar një shkresë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që edhe pse ende nuk e kanë shqyrtuar këtë çështje, Bujar Fezga, të paktën në media flitet që është kandidati juaj, forcës politike Ballit Kombëtar Demokrat? Po. Shiko, Bujar Fezga është kryetari i komunës së Dishnisës aktualisht,
nën siglin e Ballit Kombëtar Demokrat, ka 12 vite kryetar komune, ka qenë i propozuar prej mirë në tavolinë e koalicionit për të qenë kryetar bashkie, kandidat për kryetar bashkie i gjithë koalicionit në Kërcyr, me logjikën që duke qenë se votuesit ishin në masën 75% të komunës Dishnicës, që është pjesë integrale e bashkisë Kërcyrës. Në këtë kontekst edhe në punën që ai ka bërë për kushtimin, vitalitetin që ka treguar për ta rigjallëruar në një farë mënyrë zonë me aq sa ka mundur, zoti Fezga, unë besoja që ishte fitues edhe i ofrova një kandidat fitues, jo vetëm thjesht pse është kryetari i Partisë Ballit Kombëtar Demokrat nëpërmjet, është kryetar i komunës së Dishnicës në siglin e Ballit Kombëtar Demokrat për 12 vjet, dhe unë gjithmonë edhe kam shprehur që njerëzit kur punojnë nuk konsumohen, por ata shtojnë vlerat e tyre dhe vlerësimin e qytetarëve drejt tyre. Dhe besoja dhe besoj që zoti Fezga është fitues në bashkinë e Kërcyrës. Kjo ka qenë historia. Pse ai ishte regjistruar si pavarur, kjo është për shkak të negociatave. Unë duke qenë që munduem të kontrolloj emocionet për gjërat e vogla të mos prish gjërat e mëdha, dhe pranova që pranova, si thosh, verdiktin e partisë determinuese të koalicionit Partisë Demokratike, jo me dëshirë, por gjithsesi në gjykimin e saj për vendosur. Vendos gjithmonë ai që ka aksionet më të mëdha në koalicion, edhe sigurisht me fjalë duke qëndruar në këtë parim nuk kisha fuqi përtej dëshirës për të bërë ashtu siç kundër unë kisha dëshirë, pra nuk përputhej fuqia me dëshirën. Në këtë kontekst, zoti Fezga, në intuitën time, duke që ai ishte shumë i bindur se ishte fitues edhe nuk ishte fuqi tjetër për ta kthyer mbrapsh nga kandidimi, këtë gjë e paraqita në tryezën e koalicionit, intuitën time drejt kandidimit të tij dhe mos kthimit mbrapsh, sepse në fundit çdo njeri politik është edhe një qenie njerëzore, dhe dim që gjenia psiqike është ajo që orienton qeniet njerëzore. Në këtë kontekst unë gjykoja se zoti Fezga nuk kishte një kthim për të mos kandiduar. Sigurisht unë ka patur informacion edhe nga përfaqësues Partisë Demokratike në lokalitet, edhe nga ish kryetar, 2-3 ish kryetar të Partisë Demokratike në zonën e përmet Kërcyr, për reputacioni që kishte zoti Bujar Fezga si kryetari i Ballit Kombëtar Demokrat në zonën e përmetit. Edhe këshilla ime për zotin Fezga ishte të tërhiqej për shkak të koalicionit dhe për shkak të mos futej në garë për të humbur koalicioni. Mirë po, nga këmbgulja e tij, pastaj dakordësia ime me të ishte që nëse juve jeni fitues, atëherë vazhdoni, do t'ju mbështes dhe unë. Nëse juve nuk jeni fitues, mos u fusni në garë për shkak të emocionit për të prishur punë, sepse kjo pastaj është pjesë e ligësisë njerëzore, në një farë mënyrë që gjërat që na kanë dëmtuar edhe për shkak të sistemit të shkuar. Këtu kemi një ligësi ngritur në sistem në gjithë politikën shqiptare, që flamurin e saj e majta në fakt realisht. Edhe në këtë kontekst, me fjalë, ka qenë këshilla ime për zotin Bujar Fezga. Ai konkludonte gjithmonë në çdo bisedë konkludonte se fitonte, ishte fitues, vetëm se i rritej puna me vendarjen e territoriale. Në një farë mënyrë, po jo, edhe në raport me kandidatë të tjerë, nuk ishte problem se kishte kandidatë të tjerë, gjykonte ai gjithmonë, dhe vetëm se puna do t'i shtohej për të, ndërsa tani ka të kollajt edhe është kryetar i sigurt i opozitës. Në qoftë se nuk tërheq një vëmendje dhe një shantazh të madh mazhorancës për të mos lënë rezultatin e vërtet. Siç kundër po marr shkas nga zgjedhjet e shkuara. Nuk besoj në këtë, po gjithsesi. Pra, vetëm për rastin e Kërcyrës nuk kishit gjetur dakordsi me aleancën Partinë Demokratike gjatë negociatave? Të paktën kjo ishte pika e fundit. Jo, kishte edhe gjëra tjera, po të paktën kjo ishte pika e fundit. Por përderisa
vendimi që Balli Kombëtar Demokrat mori që duhet ishte pjesë e koalicionit, nuk vlen që të diskutohen ato rezervat e negociatave. Unë jam i kënaqur që herët apo vonë e drejta shkoj atje kujt i takonte. Zoti Bujar Fezga është jo thjesht është një kandidat i pavarur, në fakt është kryetari i Ballit Kombëtar Demokrat të Kërcyrës, të partisë, është kandidati i propozuar prej meje, do mbështetet nga Balli Kombëtar Demokrat fuqishëm, sigurisht do mbështetet edhe nga gjithë koalicioni nga Partia Demokratike. E keni marrë tashmë këtë lloj garancie që ky kandidat do të mbështetet nga gjithë koalicioni? Do të mbështetet, absolutisht. Jo vetëm se janë sondazhet ato që flasin. Edhe më vjen mirë që për herë të parë, me thënë të drejtën, është një shenjë kjo e Partisë Demokratike që tregon një taktikë inteligjente për të vepruar në momente si këto edhe për të orientuar drejt suksesit, jo drejt kokëfortësive të kota, si kundër jemi mësuar që në vite. Pra po të ishte për Kërcyrën, nuk është se ju mund të ishit prishur me koalicionin, si që ndodhi me disa partit tjera të koalicionit të djathtë, zoti Roshi, që dolën jashtë i koalicionit për shkak të mosmarrëveshjeve për cilat ata kishin rënë më parë dakord, të paktën si thuhet prej tyre për të pasur emra kandidatash për Këshilla Bashkiake në vende në pozicione fituese. Shiko, unë nuk dua të ndal këto detajet e mia, përderisa unë kam në shkruar një marrëveshje, rezervat edhe në qoftë se janë nuk mund të thuhen para zgjedhjeve, edhe nuk kam ndonjë gjë, është e kaluar, është një moment i kaluar për mua, ndërsa për sa u përket aleatëve të tjera ose partive të tjera, aleatët e Partisë Demokratike, është e drejtë e tyre, i din vetë ato punët e tyre dhe unë nuk mund të diskutoj. Si po shkon në tërësi fushata, zoti Roshi? Kemi parë që jeni shfaqur edhe me zotin Basha në disa... Fushata besoj që shkon mirë, them, në trendin e deri tanishëm. Ka një pritje emocionale nga qytetarët për opozitën. Ajo që vere është trysia që ushtron mazhoranca për të friksuar qytetarët për humbjet e vendeve të punës, për trysin ndaj bizneseve të tyre, për humbjen e vendeve të punës, po themin e të nipërve të mesave të tyre, dhe pra ka një trysin për mos shfaqjen e tyre në fuqishëm në krah të opozitës. Unë do të thoshja që mazhoranca, ose me sa kemi në eksperjenca politike këtu, duhet shoj, mazhoranca duhet shoj nga eksperiencat e shkuarës, nuk ka rëndësi edhe nga qeveria e djeshme, se prandaj shkojnë humbje, ose prandaj shkojnë në opozit, për shkak të mos leximit mirë të interesave të qytetarëve, besoj se edhe kjo mazhorancë po shkon në gjurmët e mazhorancës së djeshme, por në gjurmët e vitit fundit mazhorancës së djeshme. Kështu që them që nuk qytetarët, shikoj, dobësia e njeriut nuk është pjesë e qenies njerëzore, dobësia tek njeriu nuk është pjesë e qenies njerëzore. Njeriu nuk e pranon, edhe nëse ka një element dobësie, dhe mundohet të përballojë çdo sfidë që i del para në jetë. Pra nuk e dëshiron dobësinë. Kështu që në këtë kontekst do thoshja që maturia, mençuria e tij është veprimi më fisnik i qytetarëve. Në këtë kontekst gjykoj që ata do të jenë fisnik në vendimin e tyre dhe në heshtje do të votojnë ashtu siç duhet votuar. Pra do të votojnë në interesa, në përputhje me interesat e tyre, edhe sigurisht të ardhmes fëmijëve të tyre të vendit në tërësi. Nuk besoj që qytetarët shqiptar kanë krijuar një lloj maturie edhe në përballje elektorale. Për shembull, edhe tendenca e blerjes së votave besoj do të jetë në rënje këtë radhë në raport me herën tjetër. Ka përpjekje për të pasur? Po ka patur, për shembull, në Elbasan, që unë kam qenë për të mbështetur së bashku me shoqat në ishpërndjegur politik për të mbështetur kandidatin e opozitës, zotin Ardian Turku. Morëm shqetësime nga kandidati se ka tendenca për mbledhjen e kartave të identitetit në shërbim në këmbim të kartë monedhave,
pra umblidhen njerëzve që votojnë djathas, po themi ne në këmbim të një mënyrë që të mos ketë mundësi për të shkuar të votojnë. Votuar, po umblidhen kartat e identitetit, ose me ndonjë presion, ose në shkëmbim të ndonjë kartë monedhe, pra është një shqetësim i Elbasanit paktën, edhe ishte shumë i shqetësuar, ose për mënyrën e manipulimit të medjave. Në qoftë se një kandidat dele dhe shpalos një program para qytetarëve, nuk besoj duhet të jenë mediat në këtë nivel për të mos shfaqur, për ta shfaqur vetëm me figurë dhe jo me fjalët e tij kandidatin, edhe duke dhënë pjesët e tjera që janë sekondare të takimit, duke mos dhënë pjesë thelbësore që është programi, ai që ju intereson qytetarët. Besoj që këto gjëra nuk çojnë, nuk e di, nuk jam i çuditur në një farë mënyrë nga këto gjëra, se këto nuk të çojnë askund, përderisa dihet rezultati që nuk njejnë askënd. Vonon ndoshta rezultati, por nuk haron. Pra, të drejtës duhet i bashkohemi të gjithë. Ajo është që duhet bashkoj palët. E vërteta, drejta. Vlen ky lloj standardi për politikën? Po unë them që duhet vlej, sepse në djenin time po, nuk e pse të mos, unë nuk e perceptoj. Që të mos pranojmë të vërtetën. Shiko, gjërat vare referencat, vetëm se ndryshojnë referencat, nuk ka asnjë gjë tjetër. Referencat edhe rreth të vërtetës, përsëri ka fitues dhe humbës. Nuk ka rëndësi kush e fillon radhën i pari, ai që afrohet më shumë të vërtetës dhe realitetit. Kemi mazhoranca për shembull që mban retorika boshe, fjalime boshe, pas një kuptim, s'kan programe, bën vetëm propagandë, pra do të thotë që vlera atyre është një zero dhe çdo ditë kryeministri përpiqet të thotë shqiptarëve që zerua është diçka, ose asgjëja është diçka. Unë them që mazhoranca po mundohet të krijojë fakt një moral politik të tillë mbi propagandë, i cili qëndron për shkak të shenjtorëve, nuk qëndron për shkak të shenjtorëve në sistem, por qëndron për shkak të mëkateve që bëjnë në kurrizë qytetarëve, në kurrizë të ekonomive të familjeve të tyre, dhe gjë që më çon në një përfundim që duhet të çojë gjithë qytetarët shqiptarë, në fakt që duhet largohen prej demagogjisë mazhorancës. Ajo nuk sjell asnjë gjë, jemi mësuar e majta në fakt në tërësi, beson se realiteti është një iluzion. Kjo është në filozofinë marksiste, kjo është në filozofinë e smajtës në tërësi. Në fakt nuk është kështu. Po ta vëshre, pse gënjen, kush e bën demagogjin? Demagogjinë e bën e majta, të shfrenuar, sepse beson që realiteti është iluzion. Krijohet një iluzion dhe kështu qytetari jeton me ata. Jo, në fakt realiteti, sipas filozofisë konservatore që unë përfaqësoj, por edhe asaj botore, është një gjendje jetese. Pra është një gjendje e prekshme, që është thelbësore për ekzistencën e njeriu. Por përsa kohë votuesi demagogjinë e merr si të vërtetë dhe shkon e voton ato 1 milion vota që Rama gjithkohës kryeministri thotë 1 milion shuplaka. Dakor, unë them që iluzioni nuk qëndron. Unë them që iluzioni, po ja u provua që dështoi. U provua që ishte një iluzion. U provua që deshi që shqiptarëve do solli iluzion ashtu si Enver Hoxha në 44, ato birën në çdo shtëpi. Këto janë zgjedhje lokale, pa do jetë një provë kjo për Shiko, zgjedhje lokale nuk mund t'i ndash me thik në fakt. A do jetë provë si mbështetje apo jo për qeverisjen? Sigurisht do jetë. Sigurisht do jetë. Shiko, përveç se këto janë zgjedhje lokale dhe për mua, por gjithsesi të krijon premisa për të treguar se nga është balanca e logjikës qytetare ose besimit të tyre. Unë besoj se këto zgjedhje do të krijojnë premisat për t'i dhënë shans opozitës për të ushtruar më shumë tryesni ndaj mazhorancës, pse jo për të kërkuar ndoshta edhe zgjedhjet parakohshme nëse krijohet situatë tjetër politike që rëndon më tej gjendjen ekonomike, por gjithsesi jam i sigurt për rezultatin mas 2 viteve që vijnë, që është një rezultat humbës për mazhorancën e sotshme. Edhe përsa i përket moralit politik. Këtu krahët politik nuk, ose gjitha partitë politike rendin mas interesave të momentit dhe nuk rendin mas një lloj morali të caktuar qytetar.
Pra, që t'jesh në politikë nuk do të thotë që të mos kesh moral, dhe sepse është bërë si vërtet ndihesh i fyrë në njërë nga qytetarët që politikanët nuk kanë morale dhe është me të vërtet shqetësuese kjo. Nuk duhet t'jetë kështu, duhet t'jetë krejt e kundërta. Një shoqëri e drejton klasa politike dhe morali i saj politik ndikon ke morali i qytetarëve. Në qoftë se ne shkojmë parti politike që kinë sa majtas djathas nga djatha në majt dhe këtu ka një katrahur, do të thotë që edhe qytetari nuk di nga ta drejtoj besimin, por nuk ka edhe pakt besimi apo një lloj marrëveshje parti politike votues, një kontratë të ndershme, përsëri është shumë vështirë, janë kontrata fluide për t'i vendosur. Zotësh, për sa kohë qytetari është mësuar që unë do kem mundësi të gjej një vend pune, nëse votoj për një forcë politike që sot është në qeverisje, nuk besoj se ka dhe ngrim pikpyetje të tilla ta votojnë, mos ta votojnë, sepse kjo forcë politike nuk e ka më moralin që ka pasur, ka kaluar nga e majtat e këtë djatha. Qose një parti politike ikën nga opozita dhe shkon të qeverisja, jam e sigurt që po ta mbështetës do ta mbështesin me votë, sepse do thonë të paktën do kemi një mundësi pune. Po çfarë është kjo? Këtu do të marrë fund të njëre mirë. Qytetarët, në fakt, këtë e bëjmë për shkak të ekzistencës tyre si qenie njerëzore. Pra u cënohet ekzistenca, është shumë e rëndë kjo. Dhe të luash me ekzistencën jetësore të tjetrit është shumë banale. Kështu që unë them që pranaj të themi duhet ngritur në disa kufi të poshtë moral, të politikës. Këtë e bën inteligjenca e zgjedhësve. Nëse ata do ta përdorin këtë gjë, në këtë zgjedhje do të thënë kjo do jetë një mësim për politikën në tërësi. Sigurisht. Po nëse do të vazhdojmë me... Po, atëherë pastaj çdo popull ka qeverinë që meriton, ngelemi te kjo. Po unë shpresoj që, shikoj, inteligjenca e shqiptarëve nuk është e pangacmuar ndoshta, po nuk besoj që nuk janë inteligjent. Janë indiferent nga varfëria tepër të bën indiferent, por edhe të probleme sociale të krijojnë trauma, edhe psiqike, dhe qytetarët janë të tejlodhur, janë të dëshpëruar, mirë po fuqia e dëshpërimit, që krijon mbledhje dëshpërimit, është shumë e fortë. Është si ajo fuqia ati personi që është 2 metra para greminës, për të mos rënë greminë. Pra, kur ky dëshpërim të shpërthej, unë them që politika shqiptare do të pësoj një mësim të mirë, ose do të një goditje të fortë mbi logjikën qytetare. Shpresoj që t'jetë sa me afërt kjo ditë, edhe apeli im për qytetarët është shumë i sinqert. Ta adresojnë besimin e tyre tek partitë politike që kanë besim realisht. Pse jo atë që ju thot zemra, jo atë që ju thot mendja, zgjidhja e interesit momentit. Sepse do të ngelemi gjithmonë në një sistem peng. Qytetarit i politikës dhe politika i besimit qytetar, që në fakt kjo dyta nuk është, ka vetëm një kahje. Qytetari ngelet peng i politikës, pavarësisht se ndonjëherë krijohet iluzioni që qytetari sa i di se thuash vetëm 20 ditë para zgjedhjeve se vota e tij vlen, është krejt demagogji në thelb, në fakt. Kështu që unë apeli sinqert i imi është ky, që të votojnë për të ardhmen e tyre, jo çdo parti e vogël ngel e vogël, çdo parti e madhe mund të bëhet e vogël dhe çdo e vogël mund të bëhet e madhe, dhe këtë e bën besimi i qytetarëve. Pra qytetarët duhet i karakterizojë edhe forca e dinjitetit, jo vetëm mënyra e ekzistencës së tyre. Pra të mos kushtëzohen nga ekzistenca e tyre, duhet ta mposhtin me fuqi, sepse në qoftë se sepse kërkohet në një farë mënyrë vullneti individual i çdo qytetari. Nuk mund të zgjidhet kjo çështje e politikës thjesht me një demokraci të kontrolluar që ne kemi sot, por kemi të kontrolluar në një shkallë të lartë. Jo, kjo është e vërteta. Keni slogan në këto zgjedhje ju si Partia e Ballët Kombëtar? Ne kemi sigurisht sloganet në partitë e vogla, nuk gjykuam që edhe këtë radhë të mos ta lëvizim, ta mbajmë standard zgjidhje me djathas, është domethënës në fakt
ky si slogan, do të thotë që qytetarët duhet zhvendosen më djatha, sepse në konceptin tonë është sa më djathas, aq më shumë i afrohesh të vërtetës, realitetit, dhe kemi bindjen që besimi drejt nesh do të rritet në këto zgjedhje. Sigurisht kemi dhe një slogan tjetër që është pak më i niveleve të rrjeteve sociale, mos votoni më ata. Pra, është, e thënë edhe me humor, që do të thotë që qytetarët shqiptarë duhet votojnë edhe parti që su kanë provuar në njëherë shijen e pushtetimit të tyre. Ata është fjala për të mëdhenjt, për partitë e mëdha. Sigurisht, në qytetarët janë inteligent edhe me kuptojnë. Zotëri Roshuni, falenderoj shumë, ju uroj suksese në këtë zgjedhje. Fushata ka ende kohë, mos gaboj janë dhe 17 ditë. Zgjedhjet janë shumë afër, gjithsesi të paktën duke pas parasysh edhe apelin që ka bërë kryesuesja e emisionit OSB Odirit, nëse ka raste, evidentohen dhe ka prova të rasteve të, siç përmendët ju, të rasteve të blerjes së votës, t'i bëni sa më shumë prezente dhe pranë misionit. Sigurisht do të mundohem ato mundësi që kam, por ajo që unë jam i fokusuar shumë është ajo që më shqetëson janë kandidatët që unë kam vendosur, respektimi i votës tyre, sepse mundimi i tyre në zgjedhje nuk është thjesht një mundim për të garantuar një vend në Këshill që mund të përkthehet një vend pune. Por është votat tona janë shumë të shtrenjta, votat e të djatha së vërtet. Sepse ato mbartin vuajtje, mbartin sakrifica të njerëzve, jo vetëm në të shkuarën e tyre, por do thosha unë edhe për mundimin e këtyre 20 viteve që ende nuk e kanë gjetur veten, ende nuk janë integruar në shoqërinë shqiptare, dhe sigurisht mundimin për të nesërmen. Pra, unë them që vota e një të djathi konservator modern europian, si që janë ato që adreson ke Balli Kombëtar Demokrat, te filozofia politike jona, është një vot që mund të krahasohet me disa fishin e saj për votat e partive tjera. Pra, një vot e jona është barazi me 3 apo 4 vota për partit e tjera. Një forcë tjetër politike. Faleminderit dhe njërë që ishte sot studio me mua. Faleminderit shumë. Të nderuar teleshikues, intervistën me zotin Roshi, ndiqni sërish nesër i transmetim në 12:30 bashkë shihemi nesër në mbrëmjen e mirë.